Gjuda Kruti është një nga emrat më të njohur të volejbollit shqiptar në Kosovë. Me origjinë nga Divjaka, ajo ka ndërtuar një karrierë të suksesshme, duke fituar trofe me klube të volejbollit si M Technology, Drita dhe Gjinoci, ndërsa është vlerësuar për shpirtin luftarak dhe profesionalizmin e saj në parket. E përveç sportit, Gjuda po sjell energjinë dhe karizmën e saj edhe para kamerave, si prezantuese e emisionit special të kampionatit botror në Kanal 10. Kombinimi i përvojës si sportiste elitare dhe pasionit për komunikim e bën atë një zë autentik për të analizuar dhe përcjell emocionet e futbollit të shikuesit. Është një privilegj, është një kënaqësi shumë e veçantë. Botrori është një ndër eventet më të mëdha të futbollit dhe të jesh pjesë në moderim në ekran për të folur pikërisht për këtë event madh është përgjegjësi e madhe, po gjithashtu është edhe një kënaqësi shumë e madhe. Në fakt, nuk e kam menduar ndonjëherë që do jem pjesë e televizionit dhe aq më pak të moderoj një emision sporti, edhe pse nga ana tjetër unë merrem me sport që e vogël, sporti është pjesë e jetës time, që prej moshës 9 vjeçare. Mirë, po kam dalë për studio televizive, më kam ftuar për shkak të sportit. Në fakt, në fush, ka adrenalin se duhet luftosh për çdo pikë. Ka shumë adrenalin, por në momentin që futem në fush edhe fillojmë atë nxemjen, nuk e kam mendje, nuk kam as siklete, nuk kam as emocione, e kam vëmendjen komplet te loja. Kurse këtu kur ja kam nisur moderim fillim, kam pasur shumë emocione. Ditën e parë domethënë jam bllokuar shumë. Mirë, po nga dita në ditë kam filluar të lirohem edhe po ndjej veten më mirë, më komode. Sporti që bëj unë, volejbolli, është sporti i karakterit, një lloj si edhe shumë sportet të tjera, sigurisht edhe si futbolli. Më ka mësuar disiplinën, më ka dhënë vetbesim, ka mësuar si ta menaxhoj presionin. Mendoj që dhe këto cilësi të ndihmojnë sot para kamerës, para një publiku të gjerë. Hera e parë, hera e dytë, emisioni i tretë ka qenë fiks si para një ndeshje shumë të rëndësishme, si para një finale të kupës ose para një finale për të fituar kampionatin. Ka qenë goxha e vështirë, mirë, po ja kemi dalë. Sfida më e madhe ka qenë të përshtatem para kamerave. Nuk e di pse, po e kam pas një si frikë kur kam dalë live para kamerave, dhe me të vërtet ka qenë një sfidë shumë e vështirë, dhe normalisht nga një person që nuk del në për emisione, këtë kampionat botror neve na bie të dalim çdo natë. Edhe është goxha sfidë e madhe. Mirë, po kjo është, domethënë përshtatem me ritmin dhe me transmetimet live të televizionit. Kam ndjekur futboll që e vogël, sidomos kampionatin botror, kam informacione për kampionatet botrore dhe më parshme, por që normalisht që përgatitem, lexoj, shikoj ndeshjet, që janë edhe jo në orare shumë të duhura këtë kampionat, pasi mbahet në Amerikë, Kanada edhe Meksik, por që mundohem përcjell ndeshjet. Ti kur i përcjell ndeshjet i di pak a shumë edhe çfarë pyetjesh bësh edhe çfarë të flasësh. Sigurisht që do kisha zgjedh parketin, volejbollin, se kam që e vogël që merrem me sport, por edhe kjo ideja që të bëj të dyja bashkë shkon. S'kam se të zgjedh vetëm njëherë, mund t'i bëj të dyja. Unë për momentin jam duke shijuar shumë këtë eksperiencë si moderatore e kampionatit botror këtu në televizionin Kanal 10. Se çfarë sjell e ardhmja është gjithmonë e mirëpritur. Jam shumë falënderuese bashkëmoderatorit tim Lori Gashi, i cili më ka përkrahur që në emisionin e parë, gjithashtu dhe televizionit Kanal 10, televizionit të gazetarëve, që më ka hapur dyert.